Përshëndetje të gjithëve, quhem Jurgen Boduri dhe jam një prej organizatorëve të protestës së New Yorkut. Prej 4 javësh tashmë protestojmë këtu përpara konsullatës shqiptare në New York dhe jemi munduar që të organizohemi me të gjithë shqiptarët, që shqiptarët e Amerikës të jenë të bashkuar pa asnjë lloj qëllimi dhe pa asnjë lloj interesi. Pra qëllimi joni vetëm është që të jemi në mbështetje të protestave në Shqipëri, të jemi në mbështetje të gjithë protestuesve në Tiranë, sepse ne e dim shumë mirë që jetojmë në emigracion, por problemet i vuajnë shqiptarët në Shqipëri. Ne kemi qenë pjesë të atyre problemeve, por tashmë jemi larguar, kemi emigruar në Amerikë, por problemi vërtet është atje. Kështu që më mirë se ç'e din shqiptarët në Shqipëri nuk e dim ne. Dhe e vetmja gjë që duhet të bëjmë është të ngrihemi të gjithë bashkë, një diasporë e bashkuar, sidomos shqiptarët e Amerikës, dhe të tregojnë mbështetje ndaj shqiptarëve të Shqipërisë, që janë atje po derdhje në shesh për të shprehur ankesat e tyre, për të shprehur revoltën e tyre, për të gjithë qeverinë dhe për të gjithë politikën e vjetër se çfarë kanë bërë për 35 vite me radhë, të cilët jo vetëm që nuk kanë punuar për popullin, por kanë qenë në dëm të popullit dhe në shkatrim të Shqipërisë. Faleminderit.